T'ja tregoj një rast, kur jam martone të qytetit në Katon. Edhe vjera po më thotë që shasht të tonën të mortën mu qu nusja me fshi avorrin. Edhe mazdarke të nejtën, që shmu qu herët në qytet jena mësu pak ma vën, e në Katon ma herët mu qu. E ti hi avorrit mazdarke të fshi, të lojt qimentën, ti kri krejt punt, të nesrit flej. Edhe kur vinë gratë, hajde se po vinë me pa nusën. Edhe t'ja nisin ato vetën që shë e mirë për zdyti. Edhe pju këthe vjerës, tash po më konë ki smu, tash t'i ven kishar me nejtën. Tash s'ki nevoj, tash me pyt për zdyti si e mirë, familjen vetë. Tash më konë e kush i smu pi familjes, s'kishar dheq. Edhe dorën, kur më ka pason një dhët me morën. Pse ja, a e kena obligush me atë qyshja e mirë edhe u kry. S'ka as dorë, as obar, as qiment, as zimia, as të gjojit. Të këtën e herit po, se tash mos s'ka. Ja pas ke ndryshuar mendjen vjerës, më duket. Po. Edhe pastaj a ke vazhdu me i ba, si ke ba më fare? Asnjënën. Edhe tash, jena 4 konota, asnjëna dimija t'i kena, asnjëna nuk i veshëm. Asnjëna dorë nuk marrë. Valla bre, ti motor, edhe ti edhe qyteti veç abërën e keni, as ato se keni të përbashkët, as abërën se keni të përbashkët, e para. E dyta, qëfar nonsensi me thirë në televizor, mi të regu një emisioni që shte që ato tradita që i ka pas vendi ku ti ki zgjedh mu martu, je shku për mja prish, e me kalzu që ne kem dimijat pas i veshëm, far nonsensi, far budalaku, plus ranat aty jo me qatetet a bërën, a vëdën, shumë e që dishme.